Ju dhe bashorti juaj vetëm një sekund. Ish. Keni qenë... Ish. Po sepse edhe këtu keni bërë gabim si pas meje, për shembull, sepse... Ja. Ja një minutë. Mimi mos u me vazhdo të pyetja, vazhdo. Sali Berisha është bashkuar me gjithë familjen dhe mbrojt me gjithë fuqinë. Ju jeni bërë copet qikë dhe ju bënë qatë duan ata. Bashkë janë të në gjyqë. Në gjyqë po mo. Bashkë me të ta. Ata janë... Mos mlera hatë dhe këta mo. Tani, ju dhe bashkërti juaj, ishë bashkërti juaj, keni qenë 35 vjetë majet e pushtetit Shqipëri. Ju e keni marrë pushtetin nga këtu e keni transferuar të Batoni, nga këtu e keni transferuar të Entone. Kingmaker. Ju keni qenë kingmaker dhe një faktor shumë i rëndësishëm. Tani popullatës në Shqipëri, ju duhet toni gjera që ti dëgjojmë ne këtu, dhe të na mbush një mendje ne që, ore, kjo që po bëhet kundër jush, se populli shqiptar nuk i pëlqet shumë kjo gjë. Po merren 2 veta aty thotë që kanë bërë gjithë të gjërat. Pra, ne duam, Monika, që ti të na spjegosh në mënyrë të qartë të gjithë ç'është ideja juaj, çfarë po bëhet me ju të na e thuash. Jo me këto detajet që merr ti, se 150.000 faqe që thua ti janë sa gjysma e letërsisë romake. Dhe nuk do populli shqiptar të dëgjojë vetëm ato që do thuash ti për kushërinë e gjithë. Ne po themi gjëra shumë tjera. Atëherë ti do analizë politike. Po gjyq politik të duket ti po thua që ky është një gjyq politik. Patjetër, ti tani do analizë politike. Pse e bën ata këtë gjë? Po pse më patjetër ta them unë. Pse e bën? Po, shumë mirë. Largimi i Ilir Metës duhet një opozitë e çmontuar, që është e çmontuar, dhe duhet për të ngjallur frikë, terror dhe panik tek të gjithë opinioni publik, se ne kur ja bëjmë Ilir Metës këtë gjë, juve të tjerëve s'ju kemi asnjë gjë përpara. Dhe vazhdojmë këtë tjetra, ku do të dalim tani? Do të dalim u përdor spaku kundër Gysa Gasit dhe Belinda Ballukut. Pse u përdor? Për të liruar krahët Ramës, për që Rama i qetë dhe i lirë. Pse? Dhe kushtet të zhvillohet gjyqi juaj, Monika, dhe kushtet të zhvillohet konteksti, pranimin Bashkimit Evropian e të gjithë, është që e hani ju, moj, zonjë. Po patjetër që e hani. Po këtë të pyesun, është disavantazh këtë proces. Dhe çfarë ndodhi? E mori spakun si një instrument. Zotri tha, unë do t'jap mandatin e dytë, për kryeprokuror do t'ju azjas edhe 9 vjet të tjera, mandatin si prokuror të spakut. Ndihmon këtë gjyq. Kjo rrëfim nuk ndihmon. Po baton, më fal, ti do gjyqin, ky do analizë politike. Tani ndajni ju të dy me njëri tjetrin. O do flasim për gjyqin, o do flasim për analizën politike. Se ky thot mos fol për gjyqin. Përgjigju pyetjeve që të bën Batoni. Po ti nuk më lë të përgjigju dhe pyetjeve që të bëj unë. Po unë do bëj pyetje shumë thjeshtë. Nëse ne do bëjmë pyetje më thjeshtë është bëra unë. Po do të them dy gjëra. Nuk besoj se ka. Unë thash zonjë. Në gjyq mua nuk më ndihmon kjo. Konteksti në të cilin zhvillohet ngjarja juaj. Nuk të ndihmon fare. Tani ti do politik, të mbaroj me Batonin dhe pastaj të vazhdoj me ty. Ose të mbaroj me ty dhe të vazhdoj me Batonin. Është politik. Në gjyq nuk më ndihmon, në gjyq më ndihmon fakti dhe prova. E para dhe vetë provat që ka sjell spaku në dosje janë ato prova të cilat mua më japin jo vetëm pafajsi, po më japin dhe të drejtën morale për ta hedhur ner pastaj spakun, moralisht. Ndërsa nga ana politike, patjetër që unë shoh një bashkëpunim të spakut me qeverinë dhe me segmente të caktuara të opozitës. Sepse historia e çesdies ka filluar nëpërmjet një shkrimi që është bërë në bir nga Lindita Çela, të cilën e ka marrë nga Lulzim Basha si shkrim. Dhe historia e çesdies dhe gjithë sulmeve ndaj Ilir Metës. Lindita Çela ka bërë vetë se ka qenë gazetarët e unë në 20. Po mirë, më fal, nëse Lindita Çela e ka bërë vetë, atëherë Lindita Çela do mbaj përgjegjësi se Lindita Çela ka gënjyer aty. Në shkrimin që ka bërë për çesdien. Po jo, do mbaj përgjegjësi se përveç asaj. Ja po nisi nga këto. Lindita Çela që unë e njoh mirë, nuk e urdhon Lulbasha tani. More nuk e ka urdhëruar Lulbasha, po shkrimin e ka bërë Lulbasha, të dhënat. Po pse? Si pse? Ose duhesh të të largohesh te Ilir Meta nga Partia Socialiste. Në rregull? Ai marr mend çadrën. A u bë shkrimi në gusht të 2016-s? Dhe shkrimi 2016 dhe me njërë mbas asaj ka dalë Dritan Prifti. Kasiloti Ismailaj ka qenë në burg. Kanë filluar mesazhet e gruas Kasiloti Ismailajt. Ajo e kanë nxjerrë nga dosja me Lad Meçën, avokatin. Mesazhi që ja kanë dhënë Tan Hoxhës. Tani çfarë do merremi ne gjithë? Bën ajo kërcënimet Ilir Metës me mesazh telefonik. I thot Ilir Meta prokurorisë. O zotri, me numër para. Dakor, pra, që e ka pas që nuk ju. Po, që nuk ju eci. Të atij Vezë. Ka qenë shkrim tjetër. Po flamur Vezë me kolegu Vezë nuk e kanë qenë. Po, dhe mbas asaj. Flamur Vezë, jo. Po, dhe çfarë ndodh? Është në qershor, është përpara Lindita Çelës. Po, nuk eci. Nuk u suportua. Jo, unë se kom lexuar për shemb. Nuk u suportua. Ka qenë qershor, po. E gjitha kjo Baton u ndërtua sepse duheshte mbas reformës në drejtësi, ishte e piketuar, se ishte kaluar reforma në drejtësi, ishte piketuar që ne na duheshin tani
kush do bëheshte kurbanet e radhës. Një e para, nuk duheshte MLS-ia në qeverisjen e Ramës, dhe sigurisht që Basha filloi negociatat me Ramën që në atë kohë, që vajte pastaj ke çadra e famshme etj. Pavarësisht, po themi, iluzioneve të bullallaliqeve tona që kishin tjetër. Tani vim ke gjyqi. Unë s'du të hyj në analizë. Po pra, në analizë politike, analizën politike bëni ju, ndërsa unë në analizën time ligjore. Analizën e fajësisë politike, unë mundem pa kurfar pas një gabim me ta bë. Mi pra, patjetër, jam shumë. Nuk du me hisa ndër. Po pra, ndërsa analiza ligjore, përsa i përket dosjes, patjetër që dosja, pse po t'ishte se ne do kishim fatura, do kishim gjëra, do kishim të dhënat, që do kishte frikë Spaku dhe gjykata që ta jepte live? Argument është ky. Se në qofë se ti i paske, ti aq më shumë për kundra, ti i bënte gjyqet e Veroxha me media, e bënte gjyq publik, ke teatri operas dhe baletit. Une se ka... O baton një sekundë, se u keq kuptua, more, nuk është ky, ne nuk duam interpretim politik të endin. Nëse ne dëgjojmë, jo, nëse dëgjojmë avokatin e Ilir Metës që del, në deklaratat ndryshme dhe ky avokat, indirekt fajni ja o eth ju. Pra, si kur Meta po e ha për shkakun, po një minut me zënjë, Meta po e ha për shkakun tuaj. Si ndjejeni ju kur e dëgjoni këtë, edhe Rion Velia i bashkë me gruan, është i panderu, po avokatët e ti nuk dalin të thonë tani që gruaja Ajola ja foti e Rionit e të gjitha. Për këto të pyesim ne të gjitha, për të vendosur në kontekst bisedën. Sepse ju vetë keni kryuar një situatë të tillë që nuk merret vesh, nuk merret vesh janë Zotit. Se s'po të kuptoj ti, çfarë do të shpjegoj? Çfarë të shpjegoj? Shpjegoj njerëzve. Çfarë të shpjegoj? Që ti s'ke ndonjë... Çfarë të shpjegoj? Po më vlla, unë po të them një gjë, po, ai kam shkolluar kalamajt e mi, po unë i kam shkolluar kalamajt e mi. Ai kam shkolluar me pronën. Se duke sigurisht ke futur ti Ilir Metës. Po mi ma. Po jam këta janë, çka? E di se është puna ylli? Puna është që kur thirrën njëri në SPAK, vjerrin e njërit, e thirrën SPAK, mbas atij momenti Ilir Meta tha, tim ke shit, tim ke bërë ti kështu. Kur mori dëshmit, që besoj se i ka marrë dhe i ka lexuar, pa që se ka shit asnjëri. Përkundrazi e kanë marrë që të gjithë. Tani ka një gjë, tu Ilir Meta, unë nuk besoj se të ka thënë ty Ilir Meta që më ka shit Monika ty. Jo, që kam takuar. Këta e kanë thënë gjithë telallët që rinë rreth e qarke dhe që pinë gjakun e Ilir Metës. Ilir Meta rinë burg, ata marrin rrogat e deputetit atje dhe hynë e dalin me kokullur ke SPAK-u, s'kan surrat me ardhe me u afru atje. Në rregull e vazhdojnë punë të veta. E para, e dyta, ka një gjë tjetër. A jam marrë unë me fëmijët, po zoti Rakipi. Unë i kam shkolluar fëmijët, unë jam marrë me fëmijët, unë i kam çuar për shkolla, unë i kam vesh, unë i kam ushqyer, unë i kam bërë gjitha, po edhe shtëpinë, unë e kam bler, unë i kam bërë të gjitha gjërat, sigurisht që Ilir Meta ka firmosur se do ishte bashkëpronar. Por të ardhurat e familjes time kanë ardhur nga pallati, që është ndërtuar në tokë të cilën ne kemi marrë. Dhe për këtë tokë, mos kujtoti se nuk e ka hetuar. A di çka ka ndodhur më ylli? Ata kanë thirrë personat që kanë firmosur për marrjen e tokës, që kanë firmosur në 91-shin, e kuptoti 92-shin.